Hello njerëz, mirë se erdhët te kanali im. Unë jam Fatjona dhe dua t'ju rikujtoj të më bëni një subscribe para se të fillojmë ditën. Si fillim dua t'ju kërkoj ndjes njerë që iki dhe vi vazhdimisht dhe rri shumë kohë pa bërë video, por është shumë e vështirë të arri të gjithë. Më shpesh më keni në TikTok dhe në Instagram. Janë më të menaxhueshme sepse kam dhe 2 fëmijë, editimi të ha shumë kohë për në YouTube. Me që mbarua me justifikimet, le të vazhdoj t'ju tregoj se çfarë kam bërë gjithë ditën. Zgjohem në orën 7 dhe gjëja e parë që bëj është kujdesi për lëkurën time. Siç po e tregoj dhe në video, që kam një set të plot për kujdesin në lëkurë. Fatmirësisht e kam shkollën e djalit afër, siç e dini dhe ju, dhe marr pak kohë për veten në mëngjes dhe zgjohem pak në orar të përshtatshëm, siç është ora 7. Ky krem i diellit që sapo vura nga Ritual nuk bën fare ta lë fytyrën si të bardhë, si të ndryshme. Nuk është për neve që kemi fytyra të ndryshme, por meqense e kam bler, na duhet. Tani le të bëjmë gati shpejt për veten time. Të vesh një palë pantallona dhe një bluzë çfarë do, se deri te djali do shkojnë. Të kam edhe një gërshet, do sistemoj krevatet gjithmonë në mëngjes, nuk i lë asnjëherë pa sistemuar. Të ecën dita më mbar kur e ke shtëpinë pak të sistemuar, aq më tepër krevate. Tapeti të këmbët e mia më është djegur me hekur, mirë që më prish hekuri, u prish edhe tapeti. Kalojmë tek dhoma e fëmijëve, siç e shikoni, jemi updateuar me krevatet, kemi marrë një toddler bed për Lejan. Edhe ka filluar që të flet tek dhoma e saj, shqyr zotit, por Aniti ka filluar që në orën 12 na vjen te krevati jonë. Por gjithsesi mendoj se ndonjëherë them, ok, do rriten dhe s'do vinë më tek krevati jonë. A e keni dhe juve dhomën e fëmijëve si magazin? Unë dhomën e fëmijëve mbaj çdo gjë aty. Tani do u përgatis mëngjesin, në fakt e kisha përgatitur një natë më përpara, do bëj gotat gati dhe do bëj kolagjenin tim gati. Mëngjesin sot u ala shumë të thjeshtë me një croissant me çokoladë. Zakonisht nuk ju bëj këtë, se ju bëj diçka më të shëndetshme, por meqense i kisha përgatitur një natë më përpara. Koha e vitaminave jap Leas DHA dhe vitaminën D3. Vitamina Nitit Biogan është shumë i mirë dhe mezi gjendet, pra në çdo Hollandë mbarret është sold out. Dhe un kam parë rezultate tek përqendrimi i Anitit. Kam bler këtë xhaketën dhe më vjen shumë keq që më është bërë në këtë gjendje, edhe më duhet ta çoj në lavanderi, e mora me vete ta çoj tek lavanderia. Të rregullojmë çantën. U kujtova në moment fundit që kisha bler një lip stain. Ky ishte shumë i mirë nga Catrice dhe goxha i lirë. Nëse nuk e dini, Primarku ka sjell Catricen dhe esencën. Ky është momenti triumfues i mëngjesit kur nxjerr kalamajt për jashtë. Mëngjeset e mia janë shumë kaotike. Dhe tani shpejt rrugës për tek shkolla. Po lash Nitin tani te kopshti. Në fakt në shkollë se djali vajti glas të parë. Dhe unë e Lea do ikim tani te një grup bebash, po aty unë do bëj dhe një terapi, se më dhimbin shumë këmbët, jashtëzakonisht shumë, sidomos këmbë e majt më ka ngel që në lindje të vajzës me mpirje, pra më zen gërqi. Më ka ndihmuar goxha shumë, sidomos mesi, po më dhem shumë pas lindjes së dytë. Pas lindjes Anitit, unë me të vërtet bëra epidurale, po nuk e ndjeva epidurale njësoj, si tani. Ndoshta ajo që është lodhja dyfish, apo varet si ka reaguar trupi në momentin që i është bërë injeksioni. Këto flokët bjonde, 90% sot hiki. Thonë, jepja një shansë Laplexit, sot do hedh këtë videon, edhe më lini një koment poshtë. Si thoni të përdoro Laplexin, kanë flokë të ndryshëm, janë shumë fizi, janë shumë të elektrizuara, edhe zgudzo me rashi, se shisi, ose me fryer, se shisi ngrije, e para një. E dyta, fijet më këputen. Më janë bërë flokët me fijet dyshe. Pavarësisht se po kujdesem, përdor një set të kerastas, edhe nuk po funksionon, do me thënë. Nuk e di. Më përpara më funksiononte me flokët e mia. Tani me këto, okej. Me këto flokët kështu bjonde i mban të buta, po pra, pak me rashi bëhen si lezhdhia. Nëse më lini një koment, se unë kam marrë dhe një shampoo ngjyrë lila për të hapur pak ngjyrën më shumë. Se ju të YouTube-it më shikoni filtra, se kamera është origjinale, në fakt në TikTok përdor pak filtra. Edhe më thoni, a më keni ndjekur në TikTok, apo keni pritur që të bëj këto video të gjata në YouTube? Okej,
Tani jemi rrugës dhe ikim të treni. Dhe hapim në drek, t'ju tërgoj se qa do gatuaj për drek sot. Harrova t'ju theksoj që unë jam me regjim, kam filluar prapë regjimin, dhe nuk jam thjesht në një regjim që të dobësohem, por jam në një regjim tonifikimi, pra ha dhe bëj ushtrimet shumë intensive që të tonifikohem. Se herën e parë, erdha u dobësova dhe komplet pjesë e barkut u kryua si lëkur dhe mu varë. Tani kjo vajza që i kam blerë paketën më ka treguar ca rezultate nga një bark si jemi me stria në një bark sikur e kishte bë operacion. Tani shohim, do më bëj operacion ajo? Pra, do ma bëj trupin fit pa pas nevoj për operim? Të shohim. Më erdhi treni. Para se të shkonim të grupi, kalova pak në Westfield, sepse Stratfordin e kam pikën më të afërt për qendra tregtare. Edhe do të shikoja uljet e Black Friday, por nuk kishte shumë ulje. Ky GHD-ja origjinali ishte 92 pound, e tjerë nga 100 e sa. Tani do përgatis darkën për vete dhe drekën për fëmijë. Akoma se kam marrë Aniti nga shkolla. Dhe drekën e konsumuam bashkë me Lean tek grupi beba. Unë hëngra salati shile me avokado dhe supë me brzulok me domate. Lea hëngri 2 feta me gjalpë, sepse nuk i pëlqen supa dhe salata as avokado. Me të vërtetë kam një dietë, por ha ushqime që di vetë, sepse di të alternoj pjatë. Zakonisht jam person që ushqem shëndetshëm, po provoj këto speca dhe ishin djegse. Fëmijëve ju kam bërë qoftet i kam përgatitur vetë me mish e gjeldeti, që kishte 7% yndyrë, dhe i poqa në air fryer, që do të thotë 0% yndyrë. Pra ishin pak a shumë të shëndetshme dhe për mua, pavarësisht se kishin pak miell. Unë e hënga një qofte, nuk do i një që nuk e hënga. Unë vdes për qofte. Gjitha perimet i poqa në air fryer sot dhe nuk ishte mendimi më i mirë që mund të merrja për të pjekur brokolin në air fryer. Filetën e pulës e marinova me kos dhe me erëzat që pëlqejnë. Se vjen si i thatë të ngec në fytyrë. Pasi pushon pak se vjen nga shkolla i lodhur dhe konsumon drekën, fillojmë detyrat e shtëpisë, merrem më shumë me shkrim dhe lexim, sepse nuk është mirë në anglisht. Në matematikë është pak më mirë dhe merrem pak më radhë. Make some space. Bane më në mëjër se ti thava durt. Shi sa bukur? Ja. Një. Ajta e pa mami? 2. Te pika e dytë, shkruj. Ja. Ha. Ha. Maj. I love my Muslim. Muslim. Po këtu s'ki shkruj një hisha birë. Kua muslim? Shisa, shife pak gjitë ke bo. Shif, kua uja, kua sëja, kua leja. Shisa gabime ke shkruj. Aj, gjitha shke shkruj? Bëjë njërë me phoniks. Muslim. Gjitha shke? A. Mu. Ashe si se din? E kem Mami, supermesh. you rubbed it out. Kua e rap ma, si kom shkruj? Ha. A. Ma. Ma. Gjitha shke shkruj? Muslim. Mom and I. Ashe si se ke bon manti? My sister. No. Little Ledzeja. sister. Gjitha shke? Pan. Gjitha shke? Bat. E ke bo oshtu, bana. Read it. Ice cream. Read it! I didn't say what's this, I said read. Cream. Shishi. Kua kri? Okay. Yeah. Okay. Ice cream. Lion. I pas ke shkrujt. Good. Hajde, lexosh ta haj. Little. Aha. Will. Aha. Tash kjo? Chin. Q I. Qi. L D. R E. Where? Children. Children.
Pas 47 minutash fix, ja dolëm me sukses. Ja bëj high five dhe i vë televizorin si shpërblim për leximin dhe për gjithë efortin që bëri duke mësuar. Tani hajde pastrojmë këtë shkaravina që ka bërë Aniti në fundjavë, sepse na erdhën njerëz dhe përfiton shumë nga rasti kur më vijnë njerëz për të bërë muja të 10 fishta që nuk i bën gjithë javë. Se si ky sirlapsi nuk u hoq, dua pak ndihmë të më thoni me çfarë ta heq. Tani është koha të editoj videot e TikTokut dhe të Instagramit dhe më pas do merrem me videon që po shikoni tani. Bëni subscribe, like dhe share.